أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Ju bëjmë dije se sot kemi hyrë në muajin e madhnueshëm të Ramazanit. Sot ishte nata e parë e teravive në të gjithë xhamiat. E falenderojmë Allahun xhaleshanuhu që na mundsoi edhe këtë vit muajin e madhnueshëm të Ramazanit dhe shpresojmë që Allahu xhaleshanuhu të gjithë ata që do agjërojnë këtë muaj të Ramazanit të u ketë pranuar Zoti, të i pranohen ibadetet e tyre, çdo lloj adhurimi që do bëjnë në këtë muaj. E lut Allahun e madhnueshëm vëllezërit e mi që ky Ramazan të na reflektoj, të na edukoj, të na kulturoj me fjalët tona dhe të kujdesemi me llafin që të nxjerrim nga goja jonë. Sepse nëse ne mundohemi që të flasim fjalë që nuk duhet thënë, ne do ulim vlerën e agjërimit tonë dhe paksohet shpërblimi. Ne do mundohemi me lejen e Allahut që të bëjmë maksimumin në këtë Ramazan, të përmendim sa më shumë fjalën e Allahut, namazin mos ta lejmë bazdoren dhe lut Allahun e madhnueshëm një herë agjërim të pranuar dhe ju uroj nga zemra qoftë një vit i mbar, qoftë një Ramazan i suksesshëm për të gjithë besimtarët kudo që janë dhe ju uroj nga zemra agjërim të lehtë dhe të pranuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.